Në fund ditës Anania Serbia është punë pak e vogël, shumë ma e vogël se këto dy të parat. Ajo që kemë problem madhor me Serbinë, përveç sfidave tona si shtete, Kosovë, Serbi. Njohja nga Serbia nuk është shumë dëshirë, zoti Bislimi. Po s'është as nevojë. Pse është nevojë? Po nevojë ka qenë për shkak se shtetet tjera janë influencuar nga ajo që të mos lëvizin përpara, që të bllokojnë eventualisht. Qoftë për Bashkimin Evropian, qoftë për pajtona, mirë, po tash synimi ynë si Republikë, synimi ynë si shteti më i ri në Evropë. Duhet jetë aty ku ne përfitojmë më shumë ti. Se edhe ne po pajtojmë gjithë, besoj që nuk është synimi i Serbisë, paktën për një periudhë, s'po di ç'më thon afat shkurt, afat mesme kohore, për një periudhë parashikueshme kohore, që nuk ka një forcë politike në Serbi që është e gatshme me i thonë drejtën popullit vet. Kosova është shteti i pavarur dhe i lirë, është fqinji jon, hajde ja zgasim dorën njëri tjetrit dhe vazhdojmë tutje. Unë nuk po shoh që ka një forcë still politike në Serbi, as në horizont, që është e gatshme me Bukicën. Ajo që neve duhet me na preokupu është çka ne mund të bëjmë për të arritur në këto aspekte tjera. Është e kuptueshme që neve kemi 4 anëtar të NATO-s që nuk na njohin. Po ne po ashtu e kemi parasysh se gjithë ata që nuk na njohin janë pjesë e misionit paqërisë NATO-s Kosovë. Është e qartë që ne kemi 5 anëtar të BE-s që nuk na njohin, por në njëjtën kohë është njësoj e arsyeshme ose e ditur që qytetarët e Kosovës mund të utojnë në këto 5 vende të BE-s pa viza siç utojnë në vende tjera. Do thotë ne kemi një lloj bashkëpunimi jo formal edhe me këto vende të mosnjohëse, po u tha që ka arsye partikulare të këtyre vendeve për mosnjohje. Po besoj që avancimi i Kosovës në këto trendet e antarësimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian kryekput në koordinim plot edhe me suportin edhe për krahun e Shtetit Bashkuar të Amerikës e lehtëson edhe këtë hezitimin që e kanë edhe 5 shtetet e BE-s, edhe ato 4 të NATO-s që janë të njëjtat, po njëri në 5 e njëri në 4, mos me na pengu në atë momentin krucial kur të vihet tek puna e antarësimit. Në fund ditës, antarësimi i Kosovës NATO është interes gjeostrategjik i gjithë aleancës, jo vetëm interes direkt i Republikës Kosovës. Ju e keni një vijë ndarëse të civilizimeve, do të thojë ose të ideologjive politike midis asaj që anon më shumë ka Orienti ose ideologjia panslave edhe e Rusisë ndikuar kryekput nga Rusia, edhe ideologjia e një bote demokratike perëndimore. Domethënë kufiri ndash thuaj se është pikërisht ku jemi ne sot. Prandaj është interes edhe gjeostrategjik